fatkeqësisht bllokada e iniciuar dhe e mundësuar nga lëvizja vetëvendosje po vazhdon Kuvendin e Kosovës. Ne as sot s'kemi institucione dhe duket që s'ka as interesim e as një veprim që do të nxirrte Kosovën nga situata e rëndë në cilën kjo kryenetësi politike e Zotit Kurti dhe partisë vetëvendosje e ka fut vendin tonë. Vërtet është përkeqardhje që s'ka asnjë reflektim përkundër gatishmërisë së një pjesë të madhe të deputetëve duke përfshi partitë që kanë qenë opozit për të konstituuar Kuvendin me një kandidaturë për kryetar apo kryetare që është e pranueshme për shumicën. Partia Demokratike e Kosovës edhe njëherë bën thirrjen e njëjtë që të ketë racionalitet politik, që të vendoset interesi qytetarëve të vendit në rand parë në mënyrë që të ecim tutje për të përmbushur obligimet që i kemi para votuesve, por dhe para qytetarëve